Plani i Iranit për luftën e tretë botërore. Armiqësia e vazhdueshme midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara është një nga pikat e nxehta më të mundshme për të ndezur një luftë të tretë globale. Lufta e Izraelit po i nxen edhe më shumë gjakrat ndërmjet tyre. Ndërsa Irani nuk gëzon llojin e mbështetjes së plotë nga aleatët që kishin kombet e tjera të përfunduara në të dyja luftrat e mëparshme botërore, një konfrontim në lindjen e mesme vjen me kërcënimin për t'u bërë me shpejtësi jashtëzakonisht destabilizues, dhe shumë fuqi të mëdha kanë të gjitha interes se si rezulton konflikti i lartë përmendur. Disa madje mund të jenë të gatshëm të shkojnë në luftë kundër qenit të dukshëm në këtë ndeshje, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani ka qenë një djalë veçanërisht pikant që nga revolucioni iranian i vitit 1979, kur Ayatollah Khomeini përmbysi një diktator të mbështetur nga Perëndimi. Në një farë mënyre, është e vështirë të fajsohet qëndrimi i Iranit të ri. Shahu i vjetër e kishte përqendruar pasurinë e naftës së Iranit në mesin e elitës, duke krijuar një endek masiv të pasurisë. Ai ftoi gjithashtu specialistë perëndimor në vend për ndihmuar në nxjerrjen e naftës dhe ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme. Akomodimet e tij për ta perëndimor përfunduan duke shkelur shumë rregulla fundamentaliste islame dhe ngjarje dekadente si festimi 2500 viteve të perandorisë persiane në vitin 1971, që hodhën benzinë në zjarr. Ndërsa inflacioni tronditi vendin, masat shtrënguese që prekën në mënyrë disproporcionale klasat e ulta, quan shumë drejt qarqeve revolucionare. Pas revolucionit, Irani përjetoi atë që shumë do ta konsideronin një korrigjim të tepërt ndaj fundamentalizmit. Sot, kombi e gjen veten në një udhëkryq, pasi brezi i ri përballon pak nga armiqësia e babait të tyre për perëndimin, dhe në vend të kësaj lodhet të gjithnjë më shumë nga sundimi i shtypës i shtetit fundamentalist. Irani nga ana e tij fajson SHBA-n dhe alatët e tij për mbjelljen e farave të mosmarrveshjes. Pika më e madhe e mosmarrveshjes midis SHBA-s dhe Iranit është ndjekja e tij për armë bërthamore, diçka që Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë në mënyrë të pasigurt, nuk do ta tolerojnë. Duke filluar nga viti 1957, Irani filloi të ndiqte një program të armëve bërthamore, por pati pak sukses. Përballë një krize ekzistenciale në luftën e tij me Irakun fqinj në vitin 1980, Irani vendosi se ndjekja e armëve bërthamore ishte një çështje e mbijetesës kombëtare. Kina dhe Rusia ishin shumë të lumtura për të ndihmuar Iranin në zhvillimet e asaj, që ata e quajtën zhvillimi paqësor i energjisë bërthamore. Megjithatë, të gjithë të përfshirët e dinin se bashkëpunimi në programet e zhvillimit bërthamor ishte lehtësisht i rinxhinjeruar drejt zhvillimit të vetë armëve bërthamore. Në fillim të viteve 2000, SHBA paralajmëroi se Irani po arrinte përfundimin e zhvillimit të një arme funksionale bërthamore. Në një kontroll të jashtëzakonshëm dhe presion ndërkombëtar, Irani më në fund ra dakord përfundonte programin e tij të armëve bërthamore në vitin 2003. Megjithëse pohoi se centrifugat e tij do të mbesin dhe do të përdoren vetëm për pasurimin e uraniumit për përdorim në reaktorët bërthamor civil. Megjithatë, një hetim i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore zbuloi se Irani kishte vazhduar fshehurazi të ndiqte një program të armëve bërthamore, duke bërë që Shtetet e Bashkuara, Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Britania e Madhe të ushtronin presion ndaj vendit për të ndërprerë programin e tij të armëve një herë për gjithmonë. Në vitin 2006, Këshilli i Sigurimit i OKB-s ra dakord për një paketë sanksionesh që synonte të nënshkonte Iranin për ndjekjen e armëve bërthamore dhe ta inkurajonte atë të heqë dorë nga ndjekja e kësaj rruge. Kjo rezultoi në një shkallë të menjëhershme prej 20% të papunësisë dhe humbje të konsiderueshme të produktit të brendshëm bruto. Dhimbja ekonomike ishte e rëndë dhe populli iranian po bëhej gjithnjë më i pakënaqur, por Irani refuzoi të hiqte dorë nga programi i tij i armëve bërthamore. Me Hasan Rouhani të zgjedhur në vitin 2013, SHBA dhe Irani mbajtën një seri bisedimesh dypalçe gjatë viteve në vijim, duke përfunduar në planin e përbashkët gjithëpërfshirës të veprimit në vitin 2015. Kjo marrëveshje kishte për qëllim parandalimin e Iranit nga marrja e armëve dhe erdhi me dispozita kryesore. Irani do të zvogëlojë rezervat e tij të uraniumit pasuruar me 98% për 15 vjet. Do të heqë 2/3 e centrifugave të tij të pasurimit për 10 vjet. Dhe do të lejojë inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore të kenë akses në çdo objekt që ata kërkuan brenda 24 ditësh për inspektime të papritura.
Pas nënshkrimit të marrëveshjes nga Irani, Këshilli i Sigurimit të OKB-s miratoi rezolutën 2231, e cila hapi zyrtarisht lehtësimin e sanksioneve për Iranin. Në 16 janar 2016, Irani mori lehtësim sanksionesh me vlerë rreth $100 miliard. Me një kabinet që e këshillonin të prishte marrëveshjen dhe të fillonte nga e para, Trump u tërhoq nga JCPOA në vitin 2018. Sanksionet e reja u rivendosën menjëherë ndaj Iranit, pasi SBA ofroi kushte për një marrëveshje të re, ndërsa Irani refuzoi dhe nxori kushtet e veta për të mbetur nga marrëveshja. Sanksionet e reja ndaj Iranit e kanë shtyrë kombin të shkojë drejt armatimit bërthamor më shpejt se kur, e inkurajoi palët e vijës së ashpër brenda vendit, ndërsa kombi përballet me krizën më të keqe ekonomike që nga lufta Iran-Irak. Kombi ka mbështetur prej kohësh grupet ekstremiste në lindjen e mesme, por filloi të çarmatoste dhe trajnonte militantët shiit në fuqi pas përfundimit të marrëveshjes JCPOA. Nëpërmjet forcave të tij elitare Quds, Irani ka ofruar dronë teknologjisë së lartë për Hezbollah, ka trajnuar dhe pajisur 100.000 luftëtarë shiit në Siri, ka furnizuar me raketa balistike dhe dronë për luftëtarët në Yemen dhe ka ndihmuar militantë shiit në Irak të zhvillojnë raketa me reze të gjatë. SBA-ja e ka quajtur Iranin sponsorin kryesor të terrorizmit dhe vlerëson se shpenzon mbi $1 miliard për armatimin dhe trajnimin e forcave ekstremiste çdo vit. Mbi 185.000 forca partnere të forcave Quds mbeten në Afganistan, Gaza, Liban, Pakistan, Siri dhe Yemen, duke i dhënë Iranit një forcë të rëndësishme përfaqësuese për të kërcënuar interesat perëndimor. Në mandatin e parë të presidentit Joe Biden, shqetësimet kryesore të SBA-s me Iranin përfshin zhvillimin e vazhdueshëm të raketave balistike me reze veprimi deri në 2000 kilometra. Këto mund të ngarkohen me koka bërthamore ose agent biologjik kimik. Irani po shet gjithashtu dronë të armatosur Rusisë në mbështetje të luftës së saj me Ukrainën, së bashku me shitjet për militantët në Gaza, Irak, Liban, Palestinë, Siri dhe Yemen. Në det, Irani ka kapur shumë dronë amerikanë dhe ngacmon rregullisht anijet amerikane, ndërsa kombi fillon sulmet kibernetike kundër SBA-s dhe interesave të saj. Në akmarrje për vrasjen e komandantit të forcave Quds, General Qasem Soleimani, Irani gjithashtu ka kurdisur komplote të shumta për të vrarë si zyrtar aktual, ashtu edhe ish zyrtar amerikan, megjithse nuk dihet nëse ka vepruar ndaj ndonjërit prej tyre. Presidenti Biden është përpjekur të rifillojë bisedimet mbi marrëveshjen bërthamore të braktisur nga Trump, por të dyja palët ende nuk kanë arritur në një marrëveshje. Tani besohet se fal daljes së SBA-s nga marrëveshja, puna e përshpejtuar e Iranit për zhvillimin e armëve bërthamore do të thotë se ai mund të jetë në gjendje të mbledhë një të tillë brenda 1 ose 2 vjetësh. Sipas vlerësimeve izraelite, Irani ka mjaft uranium të pasuruar për të paktën 4 bomba. Në përgjigje të kërcënimit bërthamor dhe asimetrik të paraqitur nga Irani, SBA dhe Izraeli kanë arritur në mënyrë dramatike bashkëpunimin e tyre ushtarak, duke angazhuar në një sër stërvitjesh së bashku. Disa prej tyre kanë simuluar fluturime të F-35 izraelite të mbështetur nga F-15 amerikane, që depërtojnë thellë në hapësirën ajrore të armikut për të kryer sulmet supozuara ndaj objektivave bërthamor iranian. SBA-ja madje ka vendosur forcat e saj strategjike të bombarduesve B-52 dhe B-1 në zonë në shumë raste, duke sinjalizuar një gatishmëri për t'u akmarrë kundër Iranit, ose me fuqi dërmuese konvencionale, ose ndoshta edhe me fuqi bërthamore. Në janar 2023, u krye stërvitja më e madhe ndonjëherë për bashkët amerikane e izraelite, që përfshin 6.400 trupa amerikane dhe 1.500 trupa izraelite, duke sinjalizuar një angazhim për t'u përgjigjur me forcë të menjëhershme një Irani bërthamor. SBA-ja kishte bërë të qartë se nuk do të toleronte një Iran bërthamor, i cili kërcënohet më drejt për drejt nga armët bërthamore iraniane. Megjithatë, një Iran bërthamor mund të ndezë një garë armësh në rajon, me shtete si Arabia Saudite dhe Jordania, që ndjejnë presion për të zhvilluar armët e tyre bërthamore, për të garantuar sigurinë e tyre kundrejt një Irani bërthamor. Kjo mund të ndezë një valë përhapje që do të ishte katastrofike për botën në dritën e punës së kujdesshme, gati një shekullore për të frenuar proliferimin bërthamor dhe për të kufizuar kështu rrezikun e një shkëmbimi katastrofik bërthamor. Nuk ka dyshim atëherë se SBA-ja është e përgatitur të përdorë fuqinë e plotë të ushtrisë së saj kundër Iranit për të parandaluar këtë skenar makti. Por ndërsa Irani është dukshëm më i miri në çdo kategori,
ai nuk është i pafuqishëm. Lëvizja e parë e Iranit në një luftë kundër perëndimit do të ishte bllokimi i ngushticës së Hormuzit. Në fakt, kohët e fundit është kërcënuar të bëjë pikërisht këtë në përgjigje të ligjvënësve evropian që votuan për etiketimin e Gardës Revolucionare Iraniane, një organizatë terroriste. Kjo do të ishte katastrofike për tregtinë globale të energjisë, pasi 1/5 e gjithë naftës globale rrihet përmes ngushticës dhe Irani është i pozicionuar mirë për të vendosur një blokadë. Ndërsa në pikën e saj më të ngushtë, ngushtica është 50 kilometra e gjerë. Anijet e mëdha të ngarkesave me naftë që kalojnë tranzit në ngushticë janë të kufizuara në një kanal të ngushtë përmes të cilit mund të kalojnë. Atëherë pyetja e vërtetë është: a mund ta bëjë Irani këtë? Bllokimi i ngushticave me fuqi tradicionale detare është jashtë tryezës. Në vitet 1980, SBA dhe Irani shkuan në luftë për një kohë të shkurtër për përplasjen e destrojeni amerikan me një anije iraniane dhe rezultatet nuk ishin të bukura për marinën iraniane. Ndërsa Irani ka arritur një arsenal raketash kundër anijeve të bazuara në bateri në breg që nga ajo kohë, fuqia detare dhe ajrore e SBA-s është ishte tepërt për marinën e Iranit, prej 7 fregata, 3 korveta, 19 nëndetse dhe 21 anije patrullimi. Të vend të kësaj, Irani do të mbështeten në sulmin e anijeve tregtare për të bllokuar ngushticën fizikisht, duke fundosur një cistern masive nafte, pikërisht në pikën më të ngushtë të ngushticës. Ai mund të bllokojë në mënyrë efektive ngushticën për muaj, edhe më gjatë nëse përpjekjet për rikuperim ndërmerren në zjarr armiqësor. Cisternat moderne janë sigurisht mjaft të mëdha për këtë punë, por a mundet që Irani të fundosë realisht një nga këto supertanker? Ndryshe nga luftrat e cisternave të viteve 1980 midis Iranit dhe Irakut, kur të dy kombet u përpoqën të fundosnin cisternat e njëri tjetrit, cisternat moderne janë shumë më të mëdha dhe kanë trupa të dyfisht, gjë që do të ishte më vështirë për raketat moderne kundër anijeve që tu shkaktonin shumë dëme fatale. Pastaj ka një rutinë shumë kombshe shoqëruesish që patrullojnë ujërat, me të cilat Irani do të duhet të luftonte nëse dëshironte të sulmonte ndonjë anije civile. Ndërsa armiqësitë rriten dhe i vendosin SBA-n dhe Iranin në një fushë përplasje për luftë, këto grupe shumë kombshe do të shtonin aftësitë e tyre, duke u bërë sfida të frikshme për Iranin për t'i kapërcyer në çdo sulm kundër anijeve tregtare. Kështu, bllokimi i ngushticës nuk është thjesht një detyrë e pamundur, por një detyrë shumë e pamundur. Edhe pse ekziston pyetja nëse Irani do ta bënte këtë, duke pasur parasysh se mbi 70% e naftës aziatike kalon tranzit përmes ngushticës, dhe kjo lëvizje do të rishte menjëherë zemërimin e thellë të Kinës, ndërsa Kina do donte të shihte SBA-n dhe Iranin të përplaseshin, ose fjalë për fjalë që dëshiron të përballet me SBA-n, ajo nuk është e gatshme ta shohë këtë të ndodhë me koston e një sasie të konsiderueshme të importeve të saj të naftës. Efekti në ekonominë kineze do të ishte shkatërues, në një pikë ku ajo tashmë po hyn në një periudhë brishtësie të thellë dhe kinezët mund të ndihen detyruar të japin në të vërtetë ndihmën e tyre ushtarake për të siguruar që tregtia të vazhdojë të rrjedhë. Lëvizja më e mundshme e Iranit atëherë do të ishte përdorimi i forcave të tij përfaqësuese për të sulmuar interesat e SBA-s, Evropës dhe Izraelit në rajon. Me gati 200.000 militantë të furnizuar dhe trajnuar nga Irani, ushtria e tij e vërtetë e militantëve është një nga politikat më të mëdha të sigurimit të Iranit, pasi shtrirja e tyre zjerohet në të gjithë rajonin. Asnjëherë për të shmangur nga terrorizmi, çlirimi i këtyre forcave militante nga Irani do të çonte në mënyrë të pashmangshme në një rritje dramatike të sulmeve terroriste brenda Evropës, me një sasi më të vogël që do të kalonte nga deti në Shtetet e Bashkuara. Kjo forcë masive përfaqësuese mund ta çojë të gjithë rajonin në kaos, duke kërcënuar furnizimet globale të energjisë. Megjithatë, kombet e tjera mund të mos jenë të gatshme të shohin SBA-n të dominojë Iranin dhe të rrëzojë qeverinë e tij për të instaluar një zvendësues pro-perëndimor. Kina do të urrente të shihte ndikimin e SBA-s të rritet edhe më shumë në rajon. Dhe ndërkohë që Rusia ka rënë në ligat e vogla, ajo gjithashtu do të ishte pa kënaqur që ndikimi i SBA-s të rritet edhe më shumë në rrugët ujore më të rëndësishme ekonomikisht në botë. Ndonse është jashtëzakonisht e pamundur, një fushatë e suksesshme e SBA-s për të përmbysur regjimin aktual rrezikon të ftojë veprime nga këto dy kombe dhe mund ta përshkallëzojë konfliktin në një luftë botërore.